Përshëndetje miq, përshëndetje të gjithëve. Sot është një ditë e veçantë historike. Kremtojmë përmbylljen e 5 viteve rrugtim, 5 vite përpjekjesh, sakrificash, idesh dhe vlerash. 5 vite që ka ndërtuar një parti që nuk imiton, por krijon, që nuk ndjek, por udhëheq dhe shembullzon. Njëkohësisht kemi dhe zgjedhjen e kryetarit apo kryetares së re, çka shënon edhe hapin e parë të rinisjes. Sot dua ta nis me një falënderim të dyfisht për Arjan Galdinin, falënderimin e parë për atë që ka ndërtuar këtë komunitet shembullor, një familje politike që prodhon ide, që mishëron dinjitetin dhe vlerën në çdo hap e në çdo veprim. Falënderimin e dytë për mënyrën si e ka udhëhequr këtë rrugtim, pa devijuar kur nga parimet, e duke na mësuar se leadershipi vërtet është përgjegjësi dhe përkushtim, e jo privilegj dhe ambicie personale. Kush prej nesh nuk e ka dëgjuar apo përsëritur shprehjen e tij që tashmë është bërë moto e LRE-s. LRE është nder dhe vlerë, është parti e prindërimit dhe shembullzimit. Këto fjalë kanë qenë busulla jonë morale dhe mbetet dhe është ende thelbi i LRE-s. Për çdo ide, për çdo fjalë, për çdo sfidë, Arjani ka mbajtur mbi supe jo vetëm barën e tij, por shpesh edhe ngarkesat tona personale. Ne kemi qenë fizikisht dhe moralisht pranë tij, por shpesh të heshtur, ndoshta edhe të palëvizshëm. Ndoshta nga besimi i madh që kemi pasur tek ai, ndoshta nga mosmendimi, ndoshta nga zakoni për t'ia lënë përgjegjësitë atij që di më shumë, por fakti mbetet i njëjtë. Duke lënë çdo peshë një njeriu të vetëm, ne kemi harruar se kjo lëvizje është e të gjithëve. Dorëheqja e tij nuk është një akt formal, është një akt fisnikërie politike, një shembull prindërimi dhe përgjegjësie që duhet na zgjojë të gjithëve. Është një ftesë për secilin prej nesh të dalë përpara, të marrë përgjegjësitë që i takon dhe të tregojë se është gati ta çojë LRE-n më tej. Shumica prej jush besoj se ka dëgjuar atë parabolën e talenteve, të talenteve si para. Një njeri që i besoi pasurinë shërbëtorëve të vet deri në rikthimin e tij. Disa shumë fishuan atë që morën, ndërsa njëri e fsheu për ta mbrojtur. Dhe ne deri tani duket se ato pasuri që na është besuar thjesht e kemi mbrojtur, por ndoshta ka ardhur koha ta shumë fishojmë, të mos jemi vetëm ruajtës të vlerave, por të bëhemi bartës të përgjegjësive, jo thjesht spektator besnik, por ndërtues aktiv të së ardhmes. Sot zgjedhim kryetarin e ri të LRE-s dhe natyrshëm lind pyetja: a mund ta zvendësojë dikush Arjan Galdinin? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e prerë, jo. Jo, sepse së pari ai nuk ka pse të zvendësohet, sepse është këtu. Ai do të ngelet energjia, motivimi, themeli dhe lider morali lëvizjes së re. Së dyti, sepse askush tjetër, besoj, nuk mund ta mbajë vetëm këtë barë. Prandaj nga sot e në vazhdim, secili prej nesh duhet të mbaj peshën që i takon. Kushdo që zgjidhet sot do të ketë mbështetjen time të plotë. Dhe ftoj këtu çdo drejtues, çdo antar, madje edhe çdo simpatizant të bëjë të njëjtën gjë. Vetëm kështu, vetëm duke u bërë të gjithë aktiv, nga një anije me një motor të vetëm, do të shndrohemi në një flotë në shumë motore. Të bashkuar në drejtim, në qëllim dhe në besim, dhe është e vetmja mënyrë për t'ia dalë. LRE është nder dhe vlerë. LRE është udhëtim i përbashkët që vazhdon më i fortë se kur, më i pjekur
dhe më i bashkuar. Unë ju falenderoj të gjithëve dhe këtu do doja t'ja jap fjalën nënkryetarit të LRE-s, Zotit Genti Sinani. Bashkë do të dëgjohemi sërish, por besoj se edhe vetë salla dhe vetë sutuaj e shprehin këtë simbolik të dy fisht. Pra, gëzuar të gjithëve këtë 5 vjetor, që nuk ka qenë i lehtë, por ka qenë shumë vleror, dhe hajde së bashku të fillojmë rrugtimin e ri. Faleminderit. Përshëndetje miq, në radhë parë do doja t'ju falenderoja të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Së fundmi ditëlindja në fakt e LRE-s ishte dje, 24 tetor, edhe sikurse shumë prej jush në grupet tona e din, ka hyrë me këmbë të mbar, sepse dje 24 tetor unë u bëra baba me një vajzë për së dyti. Faleminderit, kështu që kështë i shpejt thonë që vajza sjellin mbarësi, kështu i 5 vjeçar i ardhshëm me sa duket do jetë goxha mirë tek LRE-ja, për LRE-n. Në këto 5 vite shumë gjëra kanë ndodhur, shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë gjëra kemi mësuar si aktivist të thjesht, por edhe si pjesë e strukturave drejtuese të LRE-s. Unë personalisht nuk është se kam pritur që të kishim fushë të lirë, nuk kisha iluzione për si funksionon politika në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, në fundit askush nuk të hap rrugën, do të hapësh vetë rrugën, por ajo që ju shumë jeni dëshmitar, shumë nga ju që janë këtu, e habitshmja dhe ose më saktë e pa kuptueshmja për ne në fillim ishte rrethimi dhe bllokimi i madh që i bëhej një force e cila në pamje të parë nuk e meritonte atë lloj, po themi, goditje kundër veprimi. Dhe ne kemi qenë dëshmitar të gjithçkaje këtu. Shumica dërmuese e kësaj salle kanë qenë dëshmitar të gjithçkaje që ka ndodhur edhe ndaj kryetarit Arjan Galdini, por edhe ndaj lëvizjes së re. Dhe ndoshta, sepse po themi mjeshtrat e pushtetit në Shqipëri e din shumira të shprehje matematikore që thotë që mjafton vetëm një shembull për të hedhur poshtë gjithë teorinë. Në Shqipëri thuhet dhe flitet shumë që nuk bëhet ky vend, politika në Shqipëri është shumë e pisët, kush merret me politikë në Shqipëri duhet patjetër dhe domosdoshmërisht të bëhet pisë, të përlyhet në çështje të pisa, në afera të ndyra, por ja tek është LRE-ja 5 vite me një komunitet as pak të vogël që merret me politikë, prodhon politikë, por nuk është bërë pjesë e kompromiseve. Pra shpresa në Shqipëri për të pasur atë politikën ndryshe, atë politikën që ja ofrohet më shumë elementit ideal të organizuarit dhe të liderit, ekziston. Dhe përderisa ekziston do thotë që dhe shpresa është shumë e madhe. Për të mos u zgjatur shumë, unë ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen. Ju ftoj në këtë vazhdimsi të shpresës për Shqipërinë, sepse nuk është vetëm për ne, është për gjithë vendin. Sikurse thonë kohë interesante po vinë, edhe kur ka kohë interesante, edhe sikurse mundësitë që gjërat të vënë keq janë të larta, por edhe mundësitë që gjërat të vënë keq të vënë shumë mirë për Shqipërinë janë përsëri të larta. Ajo varet e gjitha nga ne se cilën rrugtim do të marrim. Kështu që le të vazhdojmë, mund them, të qëndrojmë fuqishëm tek rruga e shpresës që LRE-ja ka ngritur, sepse kohët interesante sillin domosdoshmërisht dhe kohë të mira nëse ne i kërkojmë. Faleminderit dhe po e lëm fjalën e lirë tashmë, kushdo që të japi një mesazh, një kujtim, është i lirë të vi dhe të flasi. Gëzuar një 5 vjetorin. Atëherë, faleminderit gjithëve që jeni këtu. Gëzuar 5 vjetorin e LRE-s. Është një nga ngjarjet unike që i ka ndodhur Shqipërisë.
që përbën një histori të panjohur nga shumica e shqiptarëve dhe aq më tepër i duket diçka si e pabesueshme, si diçka 5 vite qëndres kanë qenë gjëja më e bukur e një jete të lirë dhe plot besim që kemi pas ne, ke vetja dhe tek njëri tjetri. Ne nuk kemi nevojë për tekst, ne gjatë gjithë kohës kemi parë dhe është provu se si një shi rrëmbyshëm që është hedh kundër nesh nuk ka bë veç tjetër gjë që ka heq baltën dhe ka nxjerr shkëmbin e pastër. Kjo ka ndodhur deri tash në LRE dhe për më tepër edhe mësimet që kemi marrë, mënyra dhe këndvështrimi që e shohim tashmë jetën, edhe rrugën që kemi nis, hapin e hedhim edhe më të sigurt, edhe më të bindur për çka kemi bërë deri tash. Ne punojmë për brezat që do vinë, mundohemi të edukojmë ato me linjën e drejtë, siç bën një profesor shumë i mirë një pikture që mëson një herë linjën e drejtë për të kalu pastaj, duhet të kuptoj një linjë e drejtë, pastaj të bëj një figurë për të kuptuar nga të gjithë. Atëherë gëzuar dhe një herë, nuk kam bilbilos në herë si sot. Profesor Ariani, të jam shumë falenderuese personalisht. Ndjehem kaq krenare për vetë dhe për familjen time. Ndjehem kaq krenare për rrugën që kam zgjedhur dhe mundësinë që unë u hap ky shteg për të fol pastër, pa frikë dhe pa ndroje përpara kujdo. Më i miri dhe më i fortë i qoftë. Shumë faleminderit. Zoti të bekoftë. Gëzuar gjithëve. Përshëndetje. Faleminderit të gjithë për pjesëmarrjen. Është një ditë të shënuar për LRE-n, gëzuar 5 vjetorin. Ka qenë një rrugëtim shumë i bukur me të gjitha ato thuash shpresat, emocionet, betejat që ka pasur ky 5 vjet dhe çfarë ka qenë? Një rrugëtim të i veçantë që ne nuk e kemi parë në politikën shqiptare. Çfarë ka qenë LRE-ja? Çfarë është LRE-ja? LRE-ja është zëri i qytetarit të lirë që e ka lidhur, e ka zgjedhur vetë rrugëtimin dhe është vendi ku fjala merr vlerë dhe nga se është kjo komunitet, prandaj dhe ne jemi kaq të fortë të sulmuar që ky model i qytetarit të lirë të mos gjej terrenin e dur. Jemi falënderues patjetër profesor Arianit, themeluesit, ideatorit të LRE-s, sepse me shembullin e vet ka dhënë një model të një lideri bashkëkohor i cili me një vizion të jashtëzakonshëm ka drejtuar në një moment të një ambienti politik fare të ngurt, ose për të mos thënë që jo të ngurt, po të palejuar për zërat e lirë. Kemi kaluar shumë kohë të vështira, por edhe të bukura dhe të mira. Gjëja më e bukur e këtij momenti 5 vjeçar është dhe kalimi i stafetës, është një model i jashtëzakonshëm që jep sot LRE-ja, që jep Lidia Ariangardini. Me këtë rast dhe e falenderoj së tepërmi. Ju falenderoj të gjithë dhe gëzuar 5 vjetorin. Në i patutë dhe po i le këto. Mirë mbrëma gjithëve, unë jam e të bënë Gjindi. Tani po vija me gruan këtu në makinë, në fut gruaja në makinë, doli nga makinë. Thëmë, qa ke? Thot, pash me kostumë, thëmë, se në parti vesh kostumë. Kështu që. Tash unë jam i thash, futëm renda. Futëm dhe unë nisëm. Gëzuar njërë 5 vjetorin e kësaj familje. Faleminderit këna ardhur gjithëve këtu. Nuk do them shumë fjalë. Ka qenë një sfidë shumë e madhe, këto 5 vite. Edhe mirë sepse kemi mësuar, edhe keqe se jemi rritur, po plak kemi. Tani, hajde zgjidhet në këtë muhabet.
Kështu që unë them që të dy janë të bukura. Do vazhdojmë me këtë rrugëtim kemi nisur me këto hapa që kemi nisur fillimisht. Falenderojmë profesorin, ish kryetarin domethënë, për këtë ide, për këtë gjë që ka ndërtuar këtu, edhe vazhdojnë të jetë akoma. Faleminderit dhe gëzuar. Të gjithë. Dua dhe unë t'i them disa fjalë. Kur drejtoja sy drejt monitorit, shikoja aty lëvizje e re. Për gjithë ne që e kemi dashur dhe dua me shpirt është dashuria e parë. Ajo që ndihem më shumë krenar sot mbas 5 vitesh me veten dhe me gjithë ne është që kemi rezistuar dhe e kemi dashur, e kemi kuptuar, kemi shëmbullzuar për këtë ide, është fakti që kemi për çfarë tregojmë për jetën tonë. Besoj se kemi bërë gjën më të vështirë që mund të bënim në një terren, jo vetëm politik, por shoqëror, kulturor, siç është terreni i shoqërisë, siç është shoqëria, siç është krijuar dhe ndërtuar shoqëria shqiptare. Kemi bërë atë që askush tjetër nuk do ta mendonte dhe aq më tepër të ecte në hapat dhe në gjurmët tanë. I kemi dhënë rrugë të res për t'i dhënë fuqi rinisjes, asaj që e deshën, vërtet një grup intelektualesh, por që nuk kishin atë që ne kemi. Të rem, në shpirt dhe të pafundmen në qëllim për të shkuar aty ku profesor Arjan Galdini dëshiron, ka ideuar dhe ka projektuar të ardhmen e kombit shqiptar. Uroj dhe shpresoj që 5 vitet e ardhshme si rinisje të kemi përparuar shumë më tepër, të kemi lënë pas gjitha vështirësitë që patëm si lëvizje e re dhe mbi të gjitha kryetarit të ri, për gjithashtu dhe liderit tonë shpirtëror, uroj që rrugëtimi t'ju shkoj ashtu siç e dëshirojnë dhe siç e duam të gjithë ne që jemi bashkuar këtu për të njëjtin qëllim, ideal dhe mision. Shumë faleminderit. Përpara se të vi, unë prap dua të them 2 fjalë. Sado që them nuk do jenë të mjaftueshme, por që gjithsesi 2 fjalë siç ndihemi. Arjan Galdini nuk është vetëm themeluesi i kësaj partie, sepse të themelosh një parti është e vështirë, por nuk është dhe që mos ta bëjmë si ajo deputetja, është por nuk është dhe kaq e vështirë. Ndërsa të themelosh një komunitet vleror, të krijosh një ide krejt të re, madje një doktrinë krejt të re, dhe t'i qëndrosh asaj besnik për 5 vite, jo thjesht besnik në famë, në sukses, në luks, në pasuri, çka do ishte krejt e lehtë, por të qëndrosh pa devijuar asnjë centimetër në goditje të vazhdueshme, në pamundësi të vazhdueshme, madje deri në llumnaj, në diskriminim, në cënime fizike, kjo është e pa imagjinueshme. Ky është Arjan Galdini, po për ne është shumë më tepër. Dhe kjo është ajo që unë e thash edhe që jam i sigurt që nuk do mund ta shpreh siç duhet, pasi është edhe inspirues për ne, është përkrahës, është mësues, aty ku ti kujton se profesionalisht je i arir, je i Zoti. Unë ka qelluar që e kisha botuar një libër kur erdha dhe në thonjza, sepse nuk kam qenë kur mendje madh, por në thonjza kisha pak ato isha di, dhe vjen dhe kupton që ajo që di është që s'di asgjë, por jo se Sokrati, thjesht kupton që ke shumë çka për të mësuar dhe Arjan Galdini ka qenë gjithmonë i pakursyer në këtë. Ky akt i fundit është, jeni të sigurt që na ka lënë të gjithë pa fjalë, edhe mua. Dhe kur mendon që e bën këtë nga një pozicion ku
ndoshta titulli kryetarit do ishte mbrojtës për të, dhe bon pikërisht për të na thënë duhet të vazhdoni më përpara, nuk mund të jesh veçse falenderues, mirënjohës, mbështetës dhe të gjitha bashkë. Për më shumë do të aftoja këtu, liderin ton të vërtet, do vazhdoj të jetë, për fat keq jo më kryetar dhe do na bëj kështu të djersin ca kohë, sepse ishte e lehtë kur e menaxhonte të gjithën ai, por gjithsesi lider ngelet, kështu që le të vit të na thot fjalët e tij për të vazhduar më tutje me zgjedhjet e reja. Okej, ndoshta po e nis duke zbuluar surprizën e parë. Mos e merrni seriozisht, Mondi nuk do jetë kryetar. Kështu që surprizën se kush do jetë kryetar do t'ju a them në fund fare. Por çfarë po ndodh sot? Sot unë po bëj një ndarje të rëndësishme në radhë parë, sepse dua t'jap një shembull. Unë sot dua që çdo shqiptar të kuptoj që ky vend ynë, kjo Shqipëria jon, ka vuajtur nga tepria e unë dhe tepria e ne, ku asnjëra nuk është përdorur në kohën e dur, në vendin e dur dhe në mënyrën e dur. Dhe më ndiqni pak se do t'ju shpjegoj ç'do të thotë kjo. Partia e Punës së Shqipërisë ndërtoi një ne të detyruar, nën trysni, nën dhunë, nën frikë, nën mizori dhe kaq rënd e bëri këtë gjë, sa që identiteti i shqiptarëve pothuajse u shuaj dhe ne u dukëm sikur u bëm të gjithë një trup psikologjik, një trup social, një mendje, një veshje, çuditërisht edhe një lloj mbrapshtisht të gatuar. Ne humbëm atë që ishte në fakt një nga gjërat më të bukura që ka patur shqiptari. Humbëm themelin e forcës që kishte individualiteti i shqiptarit, që ishte aq i fortë sa që shpesh herë shumë nga studiuesit e huaj e shumë nga mendimtarët tanë thonin që këta janë kaq kryelartë, kaq individualist, sa nuk din të bëhen bashk. Ky individualitet, në fakt, ishte realisht një problem, por ishte një problem që edhe mund të administroj kulturalisht në mënyrën e dur, për me e kthy në fuqi të bashkëveprimit të talenteve që nuk cënohen, por harmonizohen me njëra tjetrën për të mirën e përbashkët. Jo, regjimi komunist e futi në trysni dhe e shoi fare, e zhbëri. Çfarë vura re unë në këtë mikrobotën tonë në këto 5 vite? Vura re që unë isha një unë, që pata një ide, dhe kjo është e bukur e LRS, sepse është historia e një njeriu që pati një ide, pati një vizion, dhe me një telefon, dhe një faqe Facebooku, bashkoi një komunitet. Por kjo unë, në vetë gjenezën e LRS, në vetë zanafit në LRS, po kthej në një
pengesë të madhe për mua personalisht. Sepse shpesh herë, nga se unë doja që ne të ishim ne, jo me trysni, jo me presion, por me vullnet lirë, me dashuri, me mirësi, me fisnikëri, më duhet të duroja shumë çka, dhe më duhet të kafshoja gjuhën edhe atëherë kur nuk më mbante më. Do t'ju shpjegoj çfarë kam duruar unë dhe prej nga çfarë unë dali lirë sot. Shikoni, këtu sot festojmë 5 vjetorin e LRS. Por kur lindi kjo parti, të dashur vlezër dhe motra, unë nuk ftova asnjërin prej jush. Asnjërin. Asnjëri prej jush, apo prej atyre, që janë në këtë sallë, kanë qenë në këtë sallë, apo s'kanë qenë në këtë sallë, por kanë qenë pjesë e këtij komuniteti, nuk është ftuar prej meje. Asnjëri nuk ka ftesë prej meje, asnjëri nuk ka kontratë me mua personale, asnjëri nuk ka ofertë nga unë personalisht, asnjëri nuk ka transakcion, pazar me mua personalisht. Asnjëri. Asnjëri do nuk e kam thënë që unë do bëj këtë për ty, unë të premtoj këtë ty, unë ty do të bëj deputet, ministër, kryetar, këshilltar. Asnjëri nuk kam premtuar as para, as sukses, as karrierë, as status social, as njërit. Por për hir të ndërtimit të kësaj bashkësie, unë çfarë bëra? Shkriva veten time dhe pranova çdo njërin prej jush, çdo njërin prej njerëzve të LRS, çdo njërin që ka qenë e s'është më, që ka qenë e s'do jetë më, që ka qenë e do vazhdoj tjetë, që ka qenë dhe po mendoj t'iki sot, kushdo. Unë i durova të gjithë, por nuk i durova sepse unë doja t'i përdorja, të fitoja, po të përfitoja për tyre, por sepse unë doja që shkrirja ime me ta bënte natyrale, organike, shpirtërore këtë familje. Nga shkrirja ime me ta, unë mbajta mbi kurriz 5 vite rresht. Gjykime, paragjykime, balt, dyshime, ankth njerëzish. Gjithmonë ka patur njerëz tu dhe dua ta zgjidhim së bashku. Ka patur njerëz tu që thonin, "O, po ne po japim lek. O, po ne po japim kontribute." Po si është e mundur më që s'doli njëri në këto 5 vite tot? Ore, prit pak. Ne po japim lek. Po Arjan Galdini çfarë po bën? Si mos s'doli njëri tot që kontributi që jep njëri me 1 lek nuk do të thotë që po e jep Arjan Galdini dhe Arjan Galdini po merr lek dhe po fut në xhep. A e keni bërë ndonjëherë llogarinë sa shkojnë shpenzimet e kësaj selie? Shpenzimet mujore, javore, ditore, vjetore. A e keni bërë ndonjëherë llogarinë se ajo që ju jepni është një pikë ujë në oqeanin e asaj që këtu shpenzohet? E unë kam pritur që nga ta njerëz që e mbajnë veten për kontributorët, kam pritur një lloj balance, ore, dakor, ti po jep, shumë faleminderit, mirënjohje, po nuk jam unë që po i fus në xhep. Se unë nuk mund t'jem ai që i fus në xhep, kur unë po mbuloj 2/3 e shpenzimit tu. Në qoftë se ne jemi njerëz që japim 2.000 lekë vjetra, 10.000 lekë vjetra, apo 30.000 lekë të vjetra, pa bëhe një llogarin, çfarë komuniteti, çfarë numrash kemi ne? Çfarë shifrash mund të ngrenë këto numra? Ku e çojnë këto numra? Nuk kam folur, nuk kam piptire, kam mbajtur mbi kurriz 5 vjet. Si mor nuk doli njëri tot, ore, prit pak një sekond.
Ne po japim. Por dhe ky po jep. Askush s'ma llogariti kohën. 24 orë dedikuar, 24 orë, askush nuk ma llogariti kohën. Askush nuk ma llogariti që unë isha i vetmi që humba vendin tim të punës për shkak të kësaj që po bëjmë së bashku. Askush s'ma llogariti që kjo është humbje për familjen time dhe investim në kohë për familjen tonë. Askush nuk më llogaritur, askush s'm ka pyetur kur. Ore si e paguan qiran? Secili thot, unë dhash copën time, dikush thot unë dhash 100, dikush thot unë dhash 50, dikush thot unë dhash 200, dikush thot unë dhash 300, dhe nuk e llogarisin që kur bëhen bashk. Ore, dini të bëni matematik, pa llogaritini sa jeni. Pa llogaritini mos sa jeni. Kam mbajt dyshimin, gjykimin, paragjykimin, baltën, syt skeptik të gjithë secilit prej jush. Dhe sot duat ju a them hapur, nuk e mbaj më. U krijua një keqkuptim nga të gjithë ju, sikur kishit pazar kontrat me mua. Dhe nëse duam t'ja rinisim, sot vdes kontrata juaj me Arjan Galdinin. Sot unë bëhem unë. Dhe në qoftë se ne së bashku kemi një ideal, pra në qoftë se vërtet ju bashkuar një ideal, LRE bëhet ne. Dhe unë bashkë me ju jam ne. Por mbaron kontrata juaj, e gjithë secilit për jush me Arjan Galdinin. Dhe ka qenë kontrat e pa firmosur nga ana ime. Ka qenë thjesht gabimi im që për hir të dashurisë që ne të ndërtonim një komunitet, për typja, duroja, dhe pikërisht nga kjo gjë u bëra viktim e një balte të pashoq. Shikoni, baba im, po ja them sot, është në luftë për jetë a vdekje sot. Dhe para se fillonin bashkë, mamaja mori në telefon dhe më tha që sot ai ka probleme. Sot është përkeqësuar, në qoftë se dje ishte më mirë, sot është përkeqësuar. E dini kur i ka ndodhur babait tim, kjo goditje i ka ndodhur në datë 26 dhjetor, me atë emisionin Fix Fare. Ai emisioni Fix Fare dhe LRE-ja mu të bëhet shkak i diçkaje që nuk ja uroj kurkujt. Tani do ju bëj një pyetje juve, morale tani. Si do ndjej secili prej jush? Në qoftë se dikush ka një pretendim ndaj jush, mund të jetë i drejt, mund të jetë i pa drejt, mund të jetë keq kuptim, por që zgjidh këtë keq kuptim me ty, duke synuar të të marrë fytyrën para kombit. Pra duke e parë kaq të fortë arsyen për me të godit sa duhet me ta marrë fytyrën para kombit dhe nuk pyesin se ku e çojnë të keqen. Nuk pyesin se ti je familjar, ti je prind, ti je fëmijë, ti je bashkëshor, ti je vlla. Nuk pyesin për gjithë rrethin e njerëzve që janë aty dhe preken. Kam duruar 5 vite, por sidomos 3 vitet e fundit. Jo vetëm baltën e atyre që u përdorën Fix Fare, por do t'ju a them, edhe dyshimet, fytyrat skeptike, cinike, të shumë prej jush, që jeni dhe miqtë e mi dhe bashkëpunëtorët e mi. Jo më. Prandaj që sot, deklarata ime për të gjithë ju, para se të flasim për politik, është kjo. Kush mendon se i ka dhënë lek Arjan Galdinit sot ka shansin? Le të dalë nga ata që kanë qenë e nga ata që janë, e thot po ja kam dhënë Arjan Galdinit. Po.
Le të dalë dhe tot ku e ka kontratën, ku e ka marrëveshjen, ku e ka fjalën, dhe unë ju betohem para Zotit këtu, sot. Nëse do dalin, çfarë do lloj shifre ton ata, unë do a quaj borxh personal. Por nuk kanë punë me LRN më. Sot, ata e kanë me Arjan Galdinin. Në qoftë se dje u jam përgjigjur plot përpjekje që të kurseja goditjen mbi LRN dhe mbaja mbi supe, le të shfaqen. Ata të fiksit, shokët e tyre, shoqënia e tyre, le të marrin dhe Ilir Metën me vete, le të marrin edhe Filip Çakullin me vete, le të marrin dhe Grida Dumën me vete, le të marrin dhe Sali Berishën dhe Shkëlzem Berishën dhe Adriatik Lapajn t'i marrin me vete. Shikojeni makinerin. Kandidati i Berishës i pavarur del nga Top Channel-i. Partia që nxjerr kandidatin e Berishës të pavarur del nga Top Channel-i. Gridula me Salianjin janë në Top Channel. Aty është gatuar. Por historia dëshmon në kohë. Më hodhën balt e nuk lanë njeri në cep Shqipërisë e diasporës pa mbytur me atë videon e fix fare. Zonë 7 sharlatan, 7 gjytëryma. Që i keni dhe, jo këtu janë të mire, këtu ishte ish kandidati për kryetar. Me Minajn, por i kishit aty në atë video. O 7 gjytëryma që s'kishin pik lidhje. Pik lidhje. Dhe atë video e bën videon më të shpërndar, militante PD-s dhe militante PS-s. Hajdut, mashtrus, vodhi titulli i Top Channel-it. Titulli i Top Channel-it. Kryetari që mashtron emigrantët. E përcaktoi u bë gjykat Top Channel-i. E bëri fakt Top Channel-i. Kryetari që vodhi emigrantët, dhe nxirin ata budallënj, thoshte njëri, na vodhi, na ropi. Po ja pra, e bën ata zhurmën në 26 dhjetor në Top Channel. Kush e mbajti LRN? Nga 2022, jemi në 2025. Keni parë ju hajdut që të rinë në vendin e krimit? Keni parë ju mashtrues që të rinë në vendin e krimit? Keni parë ju kryetar që vjedh vetveten? Keni parë ju kryetar që u thot njerëzve do bëni fushat, mos harxhoni lek se kush harxhon lek, më tradhton mua. Ja ku janë kandidatët për deputet këtu, është Elma, është Jani, është Genti, është Sandri, Eneo, Lediani, a ju kam dhënë porosit të gjithve, kur nisën fushatën e 2021-shit, ju lutem mos harxhoni lek se kush harxhon lek, nuk është modeli LRS, më tradhton mua. Si thanë ata? Na vodhi, na mashtroi. Na ropi, thanë. 45 minuta emision. 45 minuta emision për të çuar njëri në animacion. 45 minuta emision për të çuar babain tim në animacion, se mua ka një fat të keq, mua më do shumë Zoti, mua më ka dhënë Zoti zemër të fortë, mendje të fortë, kurajo, dhe për inat të tyre, të gjithë bashkëmoshatarët e mi që ata i kanë bërë deputetë e ministra duke sikur janë nga 70 vjeç, mua Zoti sikur më bën 25 vjeç më. Dhe fati i tyre i keq është që edhe kur të bëhem unë 70, ata do duken si 250, duken si bashkohës të Frank Bardhit, nërsa unë do jem prap Gen Z. Është fati i tyre i keq.
S'ka, është genetike, ka shkruajt Zoti këtë gjë. Por sot, sfida ime për ta është shumë e qartë dhe shumë e drejt për drejt. Unë jam Arjan Galdini. Dhe unë nuk kam nevojë të jem kryetari i LRS, nuk kam nevojë as për llagap, as për titull, as për emërtim, që të jem ballë për ballë më të fortit dhe më të ligut vendit tim tek pull. Mua mjafton të jem Arjan Galdini, unë jam unë. Nuk kam nevojë të jem ne për të qenë përballë tyre. Dhe sot unë do ndaj betejën për mos dëmtuar betejën tonë. Unë do vazhdoj betejën unë, që ju të rriteni si ne. Beteja ime, si unë, sigurisht do jetë për ju, do jetë për ne. Por ju nuk do merrni më kosto nga betejat e mia. Mjafton baba im. Nuk dua që të ketë kosto asnjëri për ju në jetën e vet për betejat e mia. Se unë tani ju them do rris ashpërsinë dhe vendosmërinë e betejave të mia. Prej sot, ata nuk e din çfarë i kanë bërë vetes. Kam duruar 5 vite. Gjithë gjytërymat e Sali Berishës dhe Edi Ramës, gjithë Xhagajdurët e Ilir Metës dhe Erion Veliajt, gjithë derë pederrat që ka ky vend në PS, në PD, në PL, në PC, KKT, gjithë laperat e call centeristat nga Pronare deri tek Zagar. Tani ndryshon puna. Se nëse deri dje kur më godisnin mua, çdo kundër përgjigje ime ishte dhe lëre. Tani personale për personale, unë për unë. Unë jam unë, a janë ata do të vetja e tyre përballë meje? Do e shohim. Unë do jem unë. Dhe sfidoj Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën, gjithë oligarkët, Zamirmanen, Qet Kastratin, e qa janë, derë pe dera, me lek e pa lek, të gjithë grupet kriminale. Unë jam unë. Unë jam Arjan Galdini dhe jem përballë tyre tek pulli vetëm. Nuk ka më kthim mbrapa. Dhe jo vetëm që unë të bëhem kryeministri i këtij vendi, por kjo është gjë më e sigurt, është po aq e sigurt sa në gjakun tuaj ruazat e bardha do ju shërojnë gjithmonë. Ata menduan se duke më zvogluar dhe duke na zvogluar, duke më dështuar dhe duke na dështuar, do më bënin që unë të tërhiqesha. Ose shpresa e tyre ka qenë tjetër. Bjeri që të vi trokas tek ne. Bjeri që të vi të kërkoj marrëveshje me ne. Koalicion, aleancë, kompromis në tavolinë. Sot, Arjan Galdini heq dorë përfundimisht nga ambicia politike. Sot Arjan Galdini fillon historinë e tij politike. Ta dëgjojnë mirë këtë që po them. Si kryetari i LRS, detyrimin përfaqësues që ta administroja, por dhe të shpalosja ambicie politike. Si Arjan Galdini, unë sot do të filloj historinë time politike. Do ju kërkoj një nder ama, që do bjem dakord për diçka. Ju nuk do më ndihmoni mua. Unë do ju ndihmoj juve. Unë nuk dua që asnjëri prej jush
të bëj asnjë betejë më për mua. Unë do i bëj betejë tashmë për ju. Ajo që u takon juve të bëni është ta mbroni këtë ide të pastër, siç e kemi ndërtuar. Ju lutem mos e tregtoni, mos e trysnoni. Ka shumë rëndësi që njeriu që do jetë prej sot kryetari i LRE-s formalisht të ndihet i dashur, i mbështetur prej jush. Do ndërtoni një emër të ri që sot do t'ju duket ende në fillesa, por do ndërtoni një emër që në 4-5 vite do jetë një nga njerëzit që do bashkohet në histori bërjen e Shqipërisë. Dhe unë po ja them kush do jetë. S'po ja lë për në fund se e di që po mendoni, ka ky në mendje, ka në mendje. Kryetari im prej sot do të jetë Kristina Nano. Kryetari ynë prej sot do të jetë Kristina Nano. Një vajzere, doktorante në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një njeri që sot është atje ku merren vendimet e mëdha në Washington DC, po trajnohet, po përgatitet në Kongresin Amerikan, në Senatin Amerikan, po bën shkollën më të mirë për leadership, dhe fakti që është larg e ndihmon që ajo të jetë larg zhurmës këtushme, llumit të këtushëm, e pa prekshme nga sulmet e këtushme, e pa cënushme nga intrigat e këtushme. Kristina Nano do jetë kryetarja ime prej sot, dhe kryetarja juaj prej sot. E mos kini merak se unë nuk heq dorë se unë do jem edhe lideri i Kristinës edhe lideri juaj prap se prap. Por tani ne do ta pajisim LRE-n me 2 motor, me liderin themeltar dhe me kryetaren që do e ndërtojmë, do e përgatisim. Dhe me këto t'japim një shembull të madh të mos mbajtjes partisë si pronë, por dhe një shembull tjetër që ne u hapim rrugën dhe ndihmojmë të rinj që të vazhdojnë rrugën. Shikoni, nuk është shaka. Vetëm imagjinoni që kur lindi LRE, asnjë nga ne nuk e mendonte dhe nuk e imagjinonte dot që do kishim kaq shumë luftë. Por çfarë prodhoi lindja e LRE-s? Detyroi regjimin të krijojë jo pak, por 8 parti politike kundër nesh. 8 parti politike u krijuan kundër nesh. Sa lindi LRE, shkoi ajo Xhori Fluri me porositë e Edi Ramës, si kishte Juri Kim, dhe takoi Shabanin, Lapën dhe Pano Sokon dhe krijoi një smundhurje. A e mbani mend? Me njerë, mbas Xhuri Flurit, doli Gjozi Zhelja, dhe mbas Gjozi Zheles doli Patozi, e pastaj doli shoku im Lymi, që e du fort, po që dhe ai e lun fort. 4 parti në 2020-2021. Dhe shqiptarët çfarë shikonin? Çdo media, çdo sondazh, çdo anketim u thoshte shqiptarëve, 4 parti ka Thuria, Lymi, Josefina, Patozi, nuk ekziston parti tjetër. Merrje telekomandën dhe çdo ekran, çdo analist, çuditërisht si me magji,
thonin jo, është Endri Shabani, është Myslim Murrizi, Josefina Topalli dhe këto janë 4 partitë e reja. Po sigurisht kur ti je në garë dhe pa shikoni pak. Kjo është dita e parë që kemi lindur ne, shikoni sa njerëz jemi. E keni parë ndonjëherë Endri Shabanin dhe Pano Sokun me më shumë se 2 veta? Çfarë bënte që Endri Shabani dhe Pano Soko të konsideroheshin parti e re në çdo ekran ku ishin 2 veta tek pull? Tashi, unë 2 veta di që quhen çiftet, po jo partit. Jemi vetëm rast që çifti quhet parti. Unë se kam parë në njerë me kë ka qenë Myslimi si numër 2. Po, edhe Patozin e kam parë çift me Kollozin. Patosi dhe Kollozi. Pra kishim 2 çifte, një tek, dhe u bën pariteria si çifta teku. Po iku 2021-shi. Ne rezistuam. Sigurisht që të vjetrit do ktheheshin tek baba, se urin loj baba. Patozi, Myslimi, Josefina u kthyen tek baba, bab Saliu. Po prap LRE vazhdon të aktivitetet. Sallat plot. Dhe prap mediat tonin, çifti Shabani Soko janë parti. LRE nuk është parti. Çiftet janë parti, idea. Të kam thënë? Ha? Çiftet janë parti. Njerëzit nuk janë parti. Sallat plot nuk janë parti. 2020, 2021, 2022, sallat plot nuk ishin parti për asnjë media. Derisa filluan procesin, si doja zvoglojmë këtyren e këtë energji që kanë, si doja mpakim njerëzit. Dhe vetmja mënyrë ishte që të godisnin Arjan Galdinin. Ja dolën, na mpakën, pa tjetër mu që ja dolën, na mpakën, na shuan, na bën që mos kuptonim më kush ishte Gjermani dhe kush ishte Partizani, ja dolën më. Edhe unë pata momente krize, vuajtje, paranoje po doni. S'ka në gjë, s'ka problem të pranoj kur edhe unë e humbas busullën e besimit tek njerëzit. Që një njerëzor jam dhe unë. Mund të kem dyshuar për gjithë secilin për jush momentet caktuara, po isha në sulm. Më shpallni fajtor sa të doni, po isha në sulm. Kam marrë vendimet gabuara pa diskutim që po. Kam parë shumë prej jush gabim pa diskutim që po. Dhe është fajim dhe marrë përsip çdo faj. Këdo që kam lënduar me dashje apo pa dashje, ju kujt falur sot. Paqe për të gjithë. Paqe për të gjithë. Unë personalisht nuk kam problem me asnjë nga ju. Po nëse unë kam gabuar në mosbesima, paranoj, ju kujt shumë të falur. Zoti më është dëshmitar e kam bërë sepse unë doja të mbroja LRE-n, jo Arjan Galdinin. Zoti më është dëshmitar që kujdo që i kam rënë ndesh pa dashje apo me dashje, se mund ta kem bërë dhe me dashje sepse e kam ndarë mendjen që është i keq. Çfarë ti bën, kshu jam unë? Kokë gjëng jam unë, po e ndava mendjen që i keq, i shkoj kështu për mbrapa. Kokë gjëng jam unë, çfarë ti bëj mo? Thonë që përmetarët janë të butë o ledian, po. Po s'është kështu, që nga kështu? E pra, ju kujt falur gjithë atyre që mund të kem lënduar në këto 5 vite. Me apo pa dashje. Dhe e them me apo pa dashje sepse sinqerisht ka nga ata prej jush që në mendjen time i kam patur inat. Tani shkoat ju a them, kam patur shumë prej jush inat, disa prej jush se shumë, se pastaj bie. Disa prej jush i kam patur inat. Por nuk kam përjashtuar asnjërin prej jush. Dhe sot po ja them që ka shumë prej jush që i kam patur inat, po s'kam përjashtuar njëri. Se unë gjithmonë kam menduar që siç unë vet kam ditë e mia të mira, ditë e mia të këqija, edhe ju jeni ditë juaja
të mira apo të këqija, dhe njerëzit kanë kurbën e tyre, ama koha është ajo që tregon nëse njeriu e ka patur problem karakterial apo e ka patur problem depresioni, humbje besimi, dobësie emocionale, psikologjike, momentale, dobësi edhe për arsye të ndryshme prap personale. Unë edhe ju kemi qenë gjithmonë ndoshta herë edhe në kurbat gabuara. Por sot unë ju kërkoj të falur. Të gjithëve, sot ju kërkoj të falur dhe sot nuk ju kërkon të falur kryetari i LRE-s, sot ju kërkon të falur Arjan Galdini dhe kush prej jush ka sa do pak burrni e nder, vjen e shtrëngon dorën. Paqja është e drejtuar si Arjan Galdini, unë jam individi Arjan Galdini sot. Kryetari i LRE-s është ndryshe. Po unë dua që ne të vazhdojmë së bashku, të gjithë, asnjë mos të largohet, asnjë mos tik, dhe ata që kanë ikur, në ndjefshin që kanë bërë gabim, burum, të vinë, të rikthehen, të shtrëngojnë dorën time dhe t'i puthin dorën Kristinës, patjetër. Patjetër. Tani jeni detyruar se e keni kryetaren zonjë Z, dhe duhet i puthni dorën. Nuk keni ku shkoni. Të gjithë, ka unë i pari. Por ne rezistuam. 2022 ishte goditja finale, dhe sigurisht 2023, 2024, 2025, ishin, t'ju a them kështu, baba im në qershor, në fund qershorit, ra nga shkallët. Po shkonte për të luajtur me 2 djemtë e mi, dhe ra nga shkallët, dhe ai momenti i rënjes ndoshta ka qenë edhe momenti edhe i rënjes graduale të gjitha funksioneve të tij, dhe ai filloi të shihte edhe dobësitë e tjera të jetës së tij. Edhe ne goditja e fiks fare dhe goditja e 19 gushtit, duhet ta kuptojmë që për ne si komunitet, për ne si grup, kanë qenë si ajo rënja e babait tim. Kështu që 2023, 2024, 2025, pa diskutim që kanë manifestuar gjithë dobësinë e trupit ton, politik, marrëdhëniet tona personale, marrëdhëniet tona së bashku, gjitha i kanë, i pam të gjitha, i pam të manifestuara, të shpalosura të gjitha. Por edhe pse ishim aq të sulmuar, regjimi nuk na nënvlerësoi, kështu që unë ju them mos nënvlerësoni veten. Se në 2023 regjimi përdori zgjedhjet e 14 majit për të poshtruar Roland Bacon e Lulzim Bashës, duke prodhuar Arlind Qorrin. Arlind Qorri ishte prodhimi i regjimit sepse vendimi Rama Berisha ishte që kandidati Lulzim Bashës duhet dilte i treti, i katërti. Janë arkitektura e regjimit. Por në momentin që u prodhua Arlind Qorri, regjimi kuptoi që etja e njerëzve për ndryshim ishte e lartë, ata matën temperaturën e publikut, dhe ju kujtohet çfarë ndodhi fill mbas zgjedhjeve të 14 majit? Në 14 maj mbaruan zgjedhjet, në qershor filloi lëvizja po vjen ai, po vjen ai, po vjen ai, po vjen ai, nuk hapje dot TikTokun, se të dilnin ato që tundeshin, dhe ai tundje dhe laper, tundje dhe lap. Nuk hapje dot Facebookun, Instagramin, nuk hapje dot TikTokun, vetëm lapaj dhe ato që tunden e shkunden. Lapaj dhe ato që tunden dhe shkunden. Sigurisht që patjetër filluan dhe mediat, po vjen ai, po vjen ai. Dhe kush u bashkuan me atë?
skuadra e Top Channelit dhe skuadra e Fix Fare. Top Channel, Fix Fare, 19 gusht dhe 26 dhjetor. Dhe çfarë tha Lapaj? Ju bëj tani një retrospektiv, se tani unë nuk flas si kryetari juaj, kështu që flas si Arian Galdini. Çfarë tha Lapaj? Mori pik për pik çfarë kisha thënë unë në 2020, 2021, 2022. Regjimi dy palësh, ne jemi kundër të dyve, ata janë të korruptuar, ne jemi për garë të lirë, por sigurisht që ai me 25 fjalë fjalor nuk kishte mundësi me i shpjegu. Ama nën paketim mediatik, ai u shit. Unë ju thash juve dhe u thash gjithë shqiptarëve në këndin e shpresës që është surrogato, është surrogato, është surrogato, është klonim. Se unë nuk po dëgjoja që Lapaj, apo Qorri, apo Sheaj, aq më pak Shabani, të thoni në një tezë që ishte risi. Unë po dëgjoja veten time, thjesht në format remix. Veten time po e dëgjoja në format Shabani, pra Brumbulli Rumullak, izdanisht do pësuar i shkreti, në format Brumbulli, Labi, apo se gjetën dhe Lab, se ka stile gjetën Lab, se ka që mua më kështë dalë nami që ishte në Avlora, nuk e di që është nga Përmeti, edhe ore vëlla, do bëjmë revolucion, ore, do i përmbysim, ore. E morën Labin, i veshën një lekun si Arian Galdini, i vun logon si Arian Galdini, ma dje perla ishte që kaj shumë e kështë studiuar, sa që dhe kur qoj nga takimet, qoj edhe regulon të këtë punë, e kam se unë, nga që fillova të dopsosha, mua mbinin pantalonat. Unë se bëja për të kopjuar njëri. Mua mbinin pantalonat dhe thjesht duhet t'i ngrija. Kur rria urur më binin shkretat. Çdo detaj, mënyra si bëshin takimet, mënyra si vendoseshin himnin e flamurit. E vetë një që mungon ishte Kristina që këndon të himnin. S'kishin Kristin. Kaq por i bën të gjitha, pastaj ata morën lek, morën regji dhe i bën pastaj me skenografi të gjitha. Por ja, ku e keni sot? Ditën më të keqet Sali Berishës, ditën më të zezë Sali Berishës, kur Sali Berisha do duhet të thot demokratëve që ore, ai humbën zgjedhjen në 11 maj apo jo? Dhe ai njohu PD rezultatin e 11 majit apo jo? Rama i pason topin Sali Berishës, sepse hap debatin për zgjedhjet e parakohshme. Kur Berisha do duhet të jepte llogari demokratëve, Rama e ndihmon. Por ju e dini që kur fillon debati i ri, nuk kemi kohë për debatet e vjetra tani. Tani do flasim fitojmë bashkit tani. Mobilizohet struktura, demokratët, ata kanë qef të mashtrohen, nuk e nevojë me i mashtru hiç, se ata shkojnë kallup vet. Rama i pason topin, por kishte një hall Berisha. Ore mirë, dakor do hym loj. Po të hy me PD-n dhe të humbas me rezultat të thellë, do thonë demokratore, pas kemi humbur dhe ato të 11 majit në. Atër çaj duhet? I duhet call centeri dhe del Gonshej. Ere vlezër, dëgjoni ore, na duhet një kandidat apolitik, ne mbërtesim kandidat apolitik. Po si, po njëzit, pse hynë politik? Sa shumë njëzit hynë muze? Shikoj një ekspozit pikture. Kur ti flet për një kandidat për kryetar bashkie, ti flet për politik, çdo të ma gjeni pak kuptimin e fjalës kandidat apolitik. Por kandidati apolitik ishte arkitektura e Sali Berishës, sepse po e propozonte një i ri. I riu, gonja. Dhe demokratët fillimisht u morzitën, ky do të na marri kandidatin, Berisha qeshte. Gonja këmbgulte, Berisha qeshte. Por Berisha atë donte. Të fillonte procesin e largimit të përgjegjësisë, që dhe të hynte në garë dhe mos të hynte në garë. Por ama Berisha kishte një problem, se demokratët thanë, dëgjoj, këta çunat e rinë na morën shumë vota. 60.000 i mori Tiku, 50.000 i mori Gonja, 100.000 vota. Na duhen këta në koalicion.
Dhe Berisha tha, tha, mirë, këta nuk e din që unë i kam xhep, se këta nuk e din që ata s'kan asnjë votë, ja kam çohur me Shkëlzenin, me vota, me SMS. Se këta nuk e din që votat e PD-s, gjithmonë 100, 120 votat PD-s, i ka transferuar Shkëlzeni, ja ka çu Shpëtimi Drizit, ja ka çu Ilir Metës, ja ka çu gjithmonë aleatëve, kur donte të fuqizonte një aleat Berisha, se kishte nevojë të dobësonte çdo kundërshtar të mundshëm brenda PD-s, Shkëlzeni me mesazh, babi thot që duhet bëjmë filanin, duhet forcojmë Shpëtimin, liken, se gjithmonë një parti tjetër nuk është në obor, një parti tjetër të vëgjob, sigurisht që ti i jep lek, i jep pushtet, po nuk të merë pronën, po e fut e ke trungu familjes, brenda PD-s, mund të të marri pronën, po që i jashtëm nuk është në trungun e familjes, si është juridikisht e visa? S'ke gjë. Nuk e gjë, do t'jesh ke trungu familjes. Dhe Berisha, kur nuk donte ta kishte ke trungu i familjes të fortin, shpikte një aleat fort. Edhe Gonja, edhe Lapaj, ishin aksionerët e Berishës, por jashtë trungut Berishës. Këtë s'kan kuptuar demokratët, të s'kan kuptuar shqiptarët. Atë Berisha filloi procesin gjoja të bashkimit. Tha, po, tha, e pranojmë në tezën, tha. Atë çaj mbetej Lapajt. Lapaj o do thoshte do dalë më vete, o do thoshte do mbështes një kandidat të Berishës, se ai kishte inat Gonen, se këta janë dy djemt ilegal, që kanë inat njëri tjetrin se thonë kujt japi baba më shumë. Se s'janë shpikta. Atëherë çfarë tha Lapaj? Jo apolitik, tha. Kandidati pavarur, madje tha Lapaj, se ai dje politik, vetëm ai mund të thotë një idiotësi të tillë. Ai kandidati duhet të shpallë veten. Është një lloj si të gjithë ju që jeni në këtë sallë, të shpallni kandidaturën për të pavarur. Dhe unë them tani do shpallni veten, nëse unë dua kandidat pavarur, dhe pastaj të dalim unë, Genti dhe Jani, themi, ne kemi zgjedh Ledianin. Po në momentin që ne kemi zgjedh Ledianin, i kujt është Lediani? Se si ju skualifikova unë juve të tjerëve? Vetë procesi i përzgjedhjes, me vendim, pa llogaridhënie, pa struktura, pa proces, pa primare, tregon që kandidati faktikisht i pavarur në të vërtetë është kandidat privat. Dhe kanë zgjedhur një kandidat për shembull në Tiranë që është me producent. Ju e dini si bëhen emisione televizive? Është producenti që mbush lekët. Dhe producenti ti do bësh të rol, ti do bësh të loj, ti do çosh kamerat tu, ti do i çosh aty. Morën aktorin që ka producent, se ke producenti çojnë lekët. Dhe aktori që ka producent, se ka problem fare, sa i e di që, po themi nëse ke emisioni Mokja kryetar, merr 5.000 euro në muaj, ke emisioni kryetari me gjasme, merr 2 milion euro për shembull. Po ja fuskot, se mund të jenë më shumë, po më pak nuk janë. Se producenti ka dhe emër të bukur, hidhet mbi tank, s'ka emrin Vojo. Ta dini ju producentin. Producenti është Vojo, Vojo Bregu, ai që ka legët e Ilir Metës. Pa hëtani, si del llogaria e kandidatit pavarur Tiranës, që punon ke syri i Çimit dhe i Shkëlzenit, që ka producent Vojon e Ilir Metës, dhe është kandidati Lapajt dhe i Shehajt. Sa i pavarur është kandidati? Sa i pavarur është kandidati? Por ai vetë mund t'jetë djalë shumë i mirë, aktor shumë i mirë, po ky roli që ka marrë tani, është roli që në historinë e Shqipërisë do ta fiksoj si ato personazhet Sami Ameni që u fiksojnë shqiptarëve, një personazh negativ. Do jetë njeriu me shenjë këtë tutje. Se kur hyn tek interesi publik dhe tek mashtrimi publik, se ky është mashtrim i hapur publik. Ky është aktor
për të justifikuar pazarin Rama-Berisha. Dhe unë politikisht do t'ju jap dhe një lajm tjetër. E dini pse Sali Berisha e do kështu? Dhe po a them dhe demokratëve nëpërmjet këtyre mundësive që ne kemi. Sali Berisha nuk do të fitojë zgjedhjet, dashur demokrat. Sali Berisha do që vetëm ai të jetë njeriu që dominon politikisht Partinë Demokratike, opozitën shqiptare, por dominon dhe financiarisht në krahun opozitar. Që sa kohë të përpiqet dikush si ne të cënoj lojën e tij politike, ai do e mund se do jetë gjithmonë njeriu që ka më shumë para. Dhe Edi Rama kujdeset që Sali Berisha të jetë njeriu më i pasur dhe më i fuqishëm i opozitës. Por sa kohë Sali Berisha kujdeset që Edi Rama të vazhdojë të jetë aty pasosmërisht kryeministri i Shqipërisë. Dhe bëuni gati. Sali Berisha do e lërë politikën 2027, po ja them unë. Nuk e mban dot më, po nuk është kjo gjëja që duhet ju gëzoj. Me garën e Tiranës kësaj radhe, Sali Berisha po përpiqet të ndërtojë një perandori financiare që familja e tij Shkëlzeni me Argitën do kenë më shumë para se çdo njeri tjetër në opozitë. Dhe ata do përcaktojnë se kush do jenë njerëzit, grupimet, mediat, strukturat që do dominojnë ato që quhet energjia opozitare në këtë popull. Ata në gatshëm të mbajnë Edi Ramën edhe 20 vjet tjera në qeveri. Mjafton që Edi Rama t'i mbaj ata më të fortët, më të pasurit në opozitë, që ata na mundin të gjithëve. Kështu që ky është një gong i madh për gjithë popullin opozitar. Mos gënjeni veten. Sali Berisha do vetëm të mbetet më i fuqishmi dhe më i pasuri nga njerëzit e popullit opozitar, që të dominoj lojën në popullin opozitar për të mbajtur Ramën kryeministër. Sepse Sali Berisha thot me vete, po t'jem më i pasuri, dhe po t'jem unë lideri i opozitës, dhe po t'jem unë njeriu që në çdo palë zgjedhje do i bëj 10 kryetar bashkie dhe do i bëj 50 deputet, unë gjysmë pushtet jam. Miliardat i kam, mediat i kam, ushtarët i kam, ato 500.000 vota yra byra i kam, por çam duhet mua, thot? Kryeministër ka qenë, president ka qenë, lider opozite ka qenë, ai nuk ka më ambicie personale. Çfarë do Sali Berisha tani? Ai do që nëse do vi koha mbas 20 vjetësh, mbas 25 vjetësh, që një strukturë ndërkombëtare, lodhja e shqiptarëve, do bëjnë që të bjerë Edi Rama, apo të bjerë PS, se ndoshta Edi Rama s'do jetë më, po të bjerë PS-ja, sa i shikash mbaj dhe PS-n, këdo që do vi. T'ju bëjë një paralajmërim sot? Dëgjomni mua. Erion Velie nuk do dënohet. Erion Velie nuk do dënohet. Partia Socialiste e ka historinë e Fatos Nanos, të liderit burgosur që pastaj bëhet kryeministër. Partia Socialiste është kaq e aftë për të sakrifikuar kohë burgu, saqë dhe vetë padronët e saj, Ramiz Alia, Nexhbia Hoxha pranonin bënin për kafe burg. 3 vjet, 4 vjet janë asgjë për ta. Për të legjitimuar 46 vite krime kundër njerëzimit, 3 vjet, 4 vjet janë asgjë për ta. Gjyqet që u bën të gjithë udhëheqësve të Partisë Komuniste, Partisë Punës, nuk kanë prekur kur asnjë çështje nga ato që janë thelbësore, që janë edhe historibërse. Ne nuk bëm një Nuremberg shqiptar për të vendosur drejtësi për një krim të organizuar shtetërisht kundër njeriut, kundër drejtave të njeriut. I dënuan për kafe, ama ata dominuan botën ekonomike. Fatos Nano pranoi të bënte 4 vjet burg, por u bë kryeministër. Ju mendoni se me ato miliardë që ka vije dhe Erion Velie dhe grupi i tij e kanë problem të bëjë 2 vjet vogre burgu? Nuk do dënohet. Dhe Sali Berisha dhe Edi Rama po punojnë për atë që është procesi i ngadalt i ridimensionimit të tij.
Edhe Ilir Metën do e nxjerrin nga burgu. Spaku, që është shpresa e shqiptarëve, rezultoi dështimi më i madh, dhe unë sot e deklaroj dështimin më të madh edhe të perëndimit, edhe të shtetit shqiptar dhe të taksapaguesve shqiptar. Spaku nuk ka shkuar për me bë drejtësi. Spaku ka shkuar për me mbledh letra. Po në qoftë se shteti Amerikan, kur për Al Caponen kishte histori që ai kishte vrarë njerëz, drejtues policie me dorën e tij në mes të mexhlisit, dhe prap shteti Amerikan nuk gjende dot dëshmitar për me e dënu për krime, vrasje, tortura, dhe vetmja gjë që ata arritën të kopësisë mos pagim taksash, ju mendoni se do gjeni letra për Ilir Metën, për Sali Berishën, për Erion Veliajn, për Edi Ramën? Po si mund gjeni letra kur ata ka një ushtri me gjytëryma që janë firmtar të bindur? Si mund gjeni letra kur pushteti i tyre nuk është pushtet legjitim? Pushteti i tyre është pushtet nën trysni dhe krim. Dhe nëse ata i japin urdhër dikujt që ti do firmosësh, nuk ka qare pa e firmos. Njeriu që ata kanë bërë drejtor, tatimor, doganjer, inspektor, nuk ka qare. Të tjerë njerëz kanë firmosur për ta. Kush nuk e di këtë gjë, s'ka kuptuar asgjë nga realiteti. Unë shpresova që Spaku nuk do kërkonte letrat dhe dokumentat dhe provat. Unë shpresova që Spaku do bënte atë që u duk sikur u nis me gjykatësit, do bënte atë gjë që do quhej revolucionare në të drejtën globale, jo vetëm shqiptare, do follow the money, do kërkonte parat, tull më tull, godin më godin. Do kërkonte burimin e çdo ndërtimi që ka Shqipëria. Nuk ka nevojë të hetosh bledin. Thirrri të gjithë ndërtuesit të bëjnë deklarimin e pasurisë. Nuk ka nevojë të kërkosh prova për andin, por thirr gjithë pronarët e bizneseve që ka Shqipëria. Kërkoju burimet. Kërko bankat të t'japin të dhënat. Si është e mundur që grupet kriminale këtu s'preken kurrë? Si është e mundur që grupet kriminale gjithmonë dorëzojnë ca ushtar dhe krerët janë narrativ? Fajtikisht se janë narrativ, këtu janë. Por deklarohen narrativ kur këtu i keni. Ju të Durrësit i dini ku i keni të Durrësit, ata të Beratit e di ku i kanë të Beratit, ata të Korçës e di ku i kanë të Korçës, ata të Shkodrës e di ku i kanë të Shkodrës. Si keni më narrativ? I keni në punë të plot, madje duket ndonjëherë sikur vulat e shtetit i kanë në zyrë. Kush e do me ta firmos, vlla, ça do mër ta marsha? Ku do me të çu vllai ty, në bashki, në dogan, në tatime? A do me të bë vllai kryetar të PS-s apo të PD-s? Ça do, s'ka problem, vetëm hap gojën. Ore po ju a them seriozisht. Bandat përcaktojnë kush do jetë kryetari i PD-s dhe i PS-s më. Në qytet, sepse kryetari i PD-s dhe i PS-s në qytet do të caktoj kush do jetë kandidati për deputet, këshilltar, do të caktoj se kush do jetë nesër drejtor, kush do jetë prokuror, gjykatës. Pra këta lojën e kanë të mbyllur. Iluzioni është i njerëzve. Se njerëzit gënjen kur ti u thua çerek të vërtetën, i thua ky i poshtri i korruptuari. Po mirë, aty tek PD-ja jote shoku Sali, a nuk është e vërtet që qytet më qytet janë bandat që përcaktojnë kush do jenë drejtuesit? Shko në Krujë, në Fushkruj, shko në Shkodër, shko në Vlorë,
Doni t'ju them me emra, bandat. Doni t'ju them se me kanë drek dhe dark ata që janë deputet të PD-s, se të PS-s e morën vesh. Se ata janë full option. All inclusive. Me bandat, nuk ke që t'i thuash atyre të PS-s. Por ata e kanë edhe të PD-s, mor. Kanë edhe të PL-s. Tani kanë filluar thonë, kemi dhe të lapajt se kemi interesat tona, thonë. Sepse partia kur ka deputet, ka mundësi me konkuru, me parcel pushteti. Po si do e shirojmë Shqipërinë në kështu atër? Si do ja nxjerrim neve këtë qelb të tmerrshëm që ka bërë Shqipërinë vatrën e vrerit, vatrën e dëshpërimit? Në qoftë se ne nuk ndërgjegjësohemi dhe në qoftë se ne nuk kthehemi në qytetar që marrim përgjegjësi dhe e kërkojmë të vërtetën, nuk duam të dëgjojmë të vërtetën. Do hy në burg, thot Plumpi Linçi, i bën vend vetes në veshët tuaj dhe ndërjetë tuaja dashur shqiptar dhe Plumpi Linçi se del me fjalën burg, burg, burg. Të bëhen shqiptarët kaq viktima sa të dalin vullnetarisht të gënjen edhe nga një arratisur nga psikiatria si Plumpi Linçi, të besosh të shosh 4.000 veta, 5.000 veta live, online, Plumpi Linçin. Po ky është degradimi madh, mori juaj i dashur qytetar shqiptar. Dhe ka me qytetar shqiptar këtë mesazh. Se tregon që ju s'doni të vërtetën. Por juve, nga që i dorëzoheni çdo ditë vetë vullnetarisht të këqinjve, jetoni me atë ta fusin në burg të qenin. Pastaj sa del qeni para, si e mirë, si shkon. Ta fusin në burg të qenin dhe sa e sheh qenin kështu, zotni mirë si jeni, si shkoni. Atë qenin që e doni në burg, e doni dhe mbret. Atë zuzarin që e doni dhe në burg, e doni dhe mbret. Po duhet ta ndani mendjen tani. O është për mbret, o është për burg. Po që e për mbret, mos mendoni për burgun. Po që e për burg, mos ja jepni mbretërinë. Se është një deformim i frikshëm që ka ndodhur shoqërisë shqiptare. Dhe unë do marr përsipër çdo ditë dhe sot deklaroj këtë gjë. Ne do rifillojmë podcastin. Ne do rifillojmë takimet. Unë tani do jem Arjan Galdini, që do kem dëshirë të jem në çdo takim që do të bëjmë kudo, nuk do të jenë takime thjesht partijake. Por do jenë takime me këtë fuqi fjale. Do shkojmë dhe do u shpjegojmë shqiptarëve kudo. Do i marrim leje kryetare sigurisht, por do shkojmë kudo. Do takojmë shqiptarët, do të tregojmë shqiptarëve se në çfarë kurthi kanë rënë. E se nuk ka njeri në këtë botë që i nxjerr dot nga ky kurth, përveç se ai momenti kur ata do e gjejnë tek vetvetja fuqinë. Prapë po ju marr shembullin e babait tim. I tha doktori dje, që ti t'ja dalësh, i tha, ti duhet t'i japësh forcë vetes, i tha. E di që ti ke merak, i tha doktori, por duhet t'i japësh forcë vetes aty në shtrat. Po nuk i dhe forcë vetes, smundja të rrëmben. Edhe unë po ju them, ne mund t'jemi aty në atë shtratin e lëngatës si shqiptar sot. Por po nuk i dham forcë vetes pak nga pak, me bryla, me stërmundim, nuk kemi për dalë nga kjo e keqe. Do na marr për fund. Babai im është luftarak. Dhe unë i lutem Zotit dhe kam besim se ai do ja dalë. Këtë do doja nga të gjithë ju, nga të gjithë qytetarët shqiptar. Të fillojmë sforcimin për me u çu nga shtrati i lëngatës ku na ka zhyt kjo klasë politike. Unë jam Arjan Galdini
dhe ka qenë nder për mua të jem kryetari juaj. Por tani është detyrë për mua të jem motori juaj energjik, frymëzimi juaj dhe lideri juaj. Tani është detyrë për mua, por me kushtin ndonjëherë për ta mbyllur që do mbështesni kryetaren e re Kristina Nano. Kush është për Kristina Nano kryetare? Filmoj çik mundi, filmoj votën, filmoj mundi, se e diu që je xheloz se duhet të bësh kryetar po. Kristina Nano, urime kryetare. Po kandidon Sali Berisha pa kandidat dhe Edi Rama të dashken lëre e kandidat. Tashi. Pra, kandidati tjetër është kandidati i munguar. Po ati ishe përmondin? Ha? Oke, jo, do e mondin. Po jepja votën. Po jem pakic, do të, nuk ka më. Ngele vetëm. Mondi e pas ke një votë. Shiko, nuk ka zgjedhje më të ndershme se sa e vërteta. Tani, si mendoni, a më mirë me bë teatr me aktor, me pagesë dhe me producent, për me kriju gjoja proceset demokratike, apo me u dakordsu kështu, ndershmërisht? Ne këta jemi. Unë s'po ju detyroj juve. Tash unë e di që legët do ja pastaj, mos keni merak. Garda e Republikës po ju pret për jashtë do ju fusi drurin. Juve po doni e kundërshtoni mo. Nuk ka, kjo është demokracia, sepse demokracia në fakt themelin e saj nuk e ka tek mënyra si votohet, por e ka tek mënyra se si njerëzit ndërtojnë beslidhjen mes tyre. Dhe ne beslidhjen këtu e kemi shpirtërore, nuk e kemi procedurale. Ne i besojmë njëri tjetrit, shpirtërisht. Unë mendoj që vrasja e demokracisë kur fillon ke loja me gjasme. Ne nuk bëjmë me gjasme. Sigurisht që ju keni ardhur në lëre për Arjan Galdinin. Sigurisht që ju besoni tek Arjan Galdini dhe ju sigurisht doni që Arjan Galdini të jetë në krye të kësaj pune. Por nga që unë dua të jem në krye të kësaj pune, duke i vendosur kryet e mia pak më përpara si diamant për me e qa këtë, unë po e kërkoj që në kryet lëres, zyrtarisht, tjetë Kristina, se nuk dua që kryet e Kristinës përplasen me këta ujqër. Do jetë koka ime që do përplaset me këta. Kaq është, thjesht. Po të përplasesha unë si kryetar, do dëmtoheshit ju. Do ju vinte juve, do ju vinin trokitjet, telefonatat, kërcënimet, si që ju kanë ardhur gjithëve. Tani ju s'mbani përgjegjësi për mua, është i çmendur ai do thoni. Pastaj ata e kanë krijuar mitin apo jo. Ata thonë ky është i çmendur, është mashtrues, është paranojak, është delirant. Profe? Ata e kanë krijuar vetë fabulën. Tani mirë ata. Tani unë do t'i dhuroj atyre profecinë vetë përmbush, se çfarë kanë thënë për mua, do t'u turrem. Vetëm jam tek pull. Për kismet nuk dalë se jam burri martum, pra nuk kam halle tjera, pra nuk më prishet puna, se do ngelem pa martuar, jam martuar e ne, ti du të martohesh e ne. Kështu që nuk më prishet puna se do më thoni idiot, budalla, i çmendur, hajdut, mashtrus, tek pull, s'më prishin ma asgjë punë. Grunë e kam marrë, çunat i kam bërë, e mundi? E qesh mundi, dhe unë e kam rësë për kryetar dhe mundi. Por, kështu që unë tani do bëj betejë të ashpër. Prej sot, ndryshon çfarë më bën në 2 vitet e para të lëres, unë do t'u akthej mbrapsht në 2 dekadat e ardhshme. Se tani si Arjan Galdini s'jap do dorëqen në 2 dekadat e ardhshme. S'kam detyrim demokratikisht t'jap dorëqen nga vetja apo jo. Në 2 dekadat e ardhshme, Sali Berisha, Edi Rama, ju turqa. Kaq. Gëzuar 5 vjetorin e LRS. Urime kryetares së re Kristina Nano.
kush më do mua, kush më nderon mua, kush më vlerëson mua, dhe kush i beson vizionit tim, duhet realisht, edhe formalisht, edhe drejt për drejt, t'i drejtojnë Kristinës si kryetare. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, ma besoni këtë gjë. Ne nuk do bëjmë me gjasme, është shumë e rëndësishme për të ardhmen për procesin ku do shkojmë. Se do jenë të dyja nivelet e përplasjeve, edhe institucionale, edhe unë personale. Ju s'keni punë me mua, ju keni punë me kryetaren. Po unë ngatruat me mua, fajin e keni vetë. Unë nuk dua fal as juve tani. Kush do gaboj ta kruaj me mua, do ketë probleme personale me mua. Nuk kam lidhje me Loren. Dakor? Kështu që kaq e thjeshtë është. Zoti ju bekoftë gjithë për te shakave, shumë faleminderit. Mirënjohje pafund që më keni besuar, por që po më besoni edhe në këtë proces të ri sot. Se dhe ky është vazhdimi i besimit. Shumë faleminderit dhe ju siguroj për një gjë. Ania ka qenë në dok, por do dalë në det. Nuk ka shanse që kjo anije të ndalet. Do ecim me 2 motor, 1, por taktikisht do ecim në minimo deri në 2027. Le të gëzohen shqiptarët me panoramën e lapajt dhe shejajt për ca kohë. Se deri në 2027 do e shikoni të vërtetën lakuriq shumë më tepër se sa e keni parë deri sot. Mbas 2027-s do flasim.